Përshëndetje të gjithëve nga unë Altini këtu 440 Boston 5-20. Me do bëj një episod shumë të shkurtër, 10 minuta, 12 minuta. Të gjithë spunton e mora nga konferenca për shtyp që kishte Marco Rubio here last week, dhe tha e kishte javës që shkoi dhe tha që do shkonte këtë javë në Danimark për të biseduar për Greenlandin. Po lately I learned, së fundmi mësova që Marco Rubio pret në datën 15 do vinë dhe presidenti Trump pret në Shtëpinë e Bardhë, një delegacion të lartë me zyrtar të lartë nga Danimarka dhe Greenlandi. Isha shtrirë këtu në për këtë do flasim, po isha shtrirë në kauç, po rria, po shikoja një çik Big Brother, e shikoj nga një herë kur ka prime ose ndonjë diçka të vogël, usually më zë gjumin koltuk, i lodhur gjatë ditës nga puna. Po I follow as much as I can, like little bit. The reason that I follow, arsyeja që e ndjek është se shikoj se si reagojnë në situata të ndryshme 18-20 vjeçarët apo 25 vjeçarët e Shqipërisë. Shqiptarët e Shqipërisë me shqiptarët e Amerikës, like for example, për shembull, kalamajt e mi që janë rritur këtu, ka lindur dhe janë rritur këtu, janë të 20-ta, çupa 22 që kam thënë çuni 19 dhe duhet shikojnë si reagojnë për situatat ndryshme, si menaxhojnë situatat. Kush janë shqiptarët e Shqipërisë? Kjo brezi I ri që po rritet dhe me çfarë kemi ne këtu? The way of thinking, mënyra e të menduar, si mendojmë për çdo situatë. How they try to solve it. And I compare things. I learn for myself. You know, I see where is Albania, whereas the Albanian kids here in America. Anyway, besides that, for vit të ri po shikoja Godfather. E gjitha kjo, what sparks me in my brains. Kush e dha të shkëndije në tru, që më goditi si rufe. Ishte po shikoja Godfatherin për vit të ri, e shikoj, one of my favorite movies, po e shikoja dhe thash më fal. Dhe duke e parë, okay, në 28, 29, 30, 31 e kam ndjekur I pari, I dyti, I treti, I saw the last dawn, po tek I dyti më duket, po shikoja tek I dyti dhe më kujtua situata e Donald Trumpit me Secretary of State Marco Rubio, sekretarin e shtetit Marco Rubio edhe Danimarkën, Greenlandin, edhe më kujtua Godfatheri, sekuenca tek filmi Godfather. Kush ka qenë tek ajo sekuencë ka qenë kur vete ajo movie clip ka qenë kur Johnny Fontaine, këngëtari, në rol është Johnny Fontaine, po ai në të vërtet ka qenë Frank Sinatra, vetet e Don Corleone. Dhe I thot this guy from LA, this Waltz guy, that international movie maker, movie producer, don't want to give this movie to me, nuk do që ma japi këtë film mua, I thot, se do që t'ja japi një tjetri. I thot Don Corleone, I thot don't worry about it, Don Corleone is Donald Trumpi. Dhe pse e krasoj se I so identik, kaq shumë identike e gjitha ajo movie clip, kaq identike me Greenlandin, Donald Trump, Marco Rubio edhe Danimarka. Dhe shikojeni, dhe çfarë bën Don Corleone, thot atë frazën e famshme. Quote-in I tha, I'm gonna make him an offer, that's what hits me. Thought, I'm gonna make, don't worry about it, don't cry here like little baby, thought, si fëmi I vogël mos qaj këtu. I'm gonna make him an offer that he cannot refuse. Këtë njëjtën gjë po bën Donald Trumpi me Danimarkën. Oferta ka filluar. I ka thënë atyre të Greenlandit, do ju jap secilit nga ju, I ka thënë, para ca kohësh nga 10, I ka ofruar nga 10 deri në $100,000 për person. Edhe kthehemi prap tek filmi. Çfarë bën? Dërgon Tom Higgins, avokatin e tij personal, që e kishte edhe si djalë, e dërgon tek Waltz International in LA. Dhe atje I thot Waltzi, I thot Waltzi është në vendin Los Rollin për Harry
Cohen, si që thash janë gjitha skenat vërteta, dhe i thot Tom Higginsit, nuk jep, Tom Higginsi është sekretariu shtet Marco Rubio, if you compare it, dhe vetet e Walls, vetet në Danimark të negocioj. Dhe i thot, nuk ja jap, i thot danezi Harry Cohen, i thot, nuk ja jap, i thot Greenlandin, because it's gonna make him a big movie star. No, compared to since what happened, it's like totally 200%, so the same. Edhe identik. Edhe i thot, nuk ja jap, i thot, se më ka prishur pun me një nga vajzat më të bukura që do bëja movie star, i thot, do bëj gjigant, i thot, do i bëjte so much të ardhura kompanish Walls International, dhe kush ka qenë ajo vajza? Ka qenë Marilyn Monroe. It's everything, it's real. Dhe ja t'ull qik zërin e televizorit. Dhe thot, nuk ja jap, thot, se ai ma shkatroi me atë zërin e tij që e kishte si vaj ulliri, si olive oil. Dhe largohet, s'ke për ta marrë, i thot, dhe Tom Higgins qohet nga karriga dhe i thot, të më falësh, i thot, se Don Corleone do të gjoj lafet, Don Corleone do që dhe Mr. Don insist of hearing, i thot, bad news immediately. It's like everything like so perfect, so butter, and they're so identic, and then ai thot, Harry Cohen, i thot, thoj Donit, i thot, të më pyesi për çfarë do lloj gjeje, i thot, vetëm për atë jo, i thot, që t'i jap këtë big movie Frank Sinatra's. Edhe ai thot, Don Corleone never asks for another favor when he been refused the first. Shikoni sa identike janë. Tani kthehemi te situata e Danimarkës dhe Greenlandit. Na për sa i përket popullit të Greenlandit, ata nuk duan të ndahen edhe duan të jenë autokton. Duan të ndahen edhe nga Danimarka, po duan ndahen edhe nuk duan të bëhen pjesë e Amerikës. Danimarka ka thënë që çfarë do lloj gjëje që të bëj Amerika, ne do sulmojmë të parët dhe pastaj do ulemi në bisedime. Now hold your horses, mister. Mbaj çikuet. Amerika vetëm Massachusetts, këtu shteti jon Massachusetts me Boston, ku jemi neve, është 7.ca milion. Danimarka është 6 milion. Tani llogarit tani Amerika 350 milion vetëm me bështyme mbysin, do godasin Amerikën ata, vetëm me bështyme mbysin Amerika e mbyt Danimarkën. Domethënë, like, can you imagine? It's unbelievable. Edhe kur është unbelievable when you think in that way. E ke parasysh kur Amerika vetë brenda natës për 40 minuta, 40 sekonda nxori atë botin nga pallati Pelesh Koke, prurin Amerikë këtu në New York, dali para gjyqit, kishte 30 milion. Këta mendojnë me Danimarkën. Nëse kthehemi prapë te Danimarka dhe tek Greenlandi, do ta thosha pa pikën e dyshimit që është momenti i dur tashti, pasi siç nuk e di e përmenda më lart apo jo, president Trump ka dhe 3 vjet, nuk ka kohë, is the best guy to make the deal. Është njeriu i dur të bëj pazaret, pasi është një biznesmen i thekur. Dhe duhet që pa tjetër ta bëj këtë deal tani, or now or never, because it's gonna take another, do marri dhe 100 vjet të tjera, se s'keni për të parë më njëri kaq këmbgulës sa Donald Trumpi. And to me personally, dhe unë personalisht mendoj që do ta bëj. It's gonna happen. Pse i duhet Amerikës Greenlandi? Nuk do që të rrethohet nga Kina. Kina po kërkon të avëri Amerikën në mes. Në Greenland ke direkt dhe indirekt kompani të vogla kineze. Rusia po kërkon të futet, Gjermania po kërkon të futet, ka resurse të pa para, është vend shumë strategjik për Amerikën, se si që thash është shumë afër me Amerikën, dhe prandaj Amerika do bëj të pamundurën që ta fusi në sqetull, që ta marri të bashkohet ne. Pastaj mos harroni një gjë. Por përveç kësaj, se s'dua ta harroj këtë,
Greenlandi do investime të mëdha, ka resources, si që ka çdo vend, gas, naftë, gjitha, më falni, ka dhe raw earth minerals. So është very important. Prandaj everybody wants Greenland. But we gonna get it. Believe me when I said it. If Donald Trump po e theksoj këtë, në qovë se presidenti Trump nuk e bën këtë deal të ndodhi tani, to make it happen, gonna need another 100 to 200 years. In the end, that's how America is created, don't you think? From buying states, duke bler shtete nga Texasi, nga California, Hawaii ish bashkuar, por me që u futa në këtë rrjedh, më lini t'ju jap një little glimpse. Kë blen të parën? Blen Louisianën, do ju përmend gjitha shtetet që Amerika ka bler dhe ka marrë territoret që ka marrë. Të parën bleu Louisianën, e ka bler në vitin 1803. Louisiana u ble nga Franca, çmimi $15 milion. Se e shiti, i duheshin lek Napoleonit për luftë në Evropë. Rezultati, ç'a ndodhi? U dufishuan territoret e Amerikës. Shikoni tani, shtetet që kanë qenë blerje, që kanë qenë brenda blerjes që u bërë nga Franca në atë kohë, në 1803, mos gaboj. Shtetet të plota, cilat kanë qenë shtetet të plota, që u përfshin nga blerja e Louisianës, ishte Louisiana 1, Arkansas, Missouri, Iowa, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Oklahoma. Pjesë shtetesh u ble Minnesota, që ishin të përfshira ishin Minnesota, Kansas, Colorado, Wyoming, Montana, New Mexico. Shteti 2, Texas. Texasi u bë independent nga Meksika, më falni, më 1836 dhe në 1845 Texas i kërkoi të bashkojë Amerikës dhe of course Amerika pranoi. Dhe këtu filloi dhe lufta Amerik-Meksik. Kjo ishte ajo sparkling. Dhe nga kjo luftë, përveç Texasit, Amerika mori dhe pjesë të Arizonës dhe New Mexicos. Gjithashtu mbas lufte është marrë dhe Kalifornia, ka qenë diku 1 vit, 2 vit më mbrapa mbas luftës, diku te 1846, 1848. Gjithashtu jo vetëm Kalifornin, po edhe pjesë të mëdhaja nga jug perëndimi i Amerikës. Amerika pagoi në atë kohë $15 milion plus i fali Meksikës të gjitha borxhet që Meksika i detyroi Amerikës. Tashi vim çka ka bler e treta, çka ka bler nga Spanja. Në 1819 bleu Floridën, Miami there I go all the time. E ka bler për $15 milion. Spanja ishte dobët dhe nuk po e kontrollonte. Çfarë ndodhi? Spanja ishte dobët dhe nuk po e kontrollonte dot Floridën dhe ran dakord t'ia kalonte Amerikës. E katërta, se kishte kryengritje, kishte probleme, so they said take it. $15 million. E katra, Hawaii. Hawaii ishte një mbretëri e pavarur, me një ndikim të fortë nga biznesmenë dhe me një ndikim të fortë nga biznesmenët amerikan, mbretëresha e Hawaii të rrëzohet nga froni në vitin 1893. Kjo situatë u suportua edhe nga US Marines dhe më 1898 e aneksoi Hawaii dhe më 1959 Hawaii became a state. E pesta dhe vim ke Alaska. Alaska u ble nga Rusia më 1867. Çmimi $7.2 million. $7.2 milion. Rusia ishte e tremur se mund të çfarë ndodhi. Rusia ishte e tremur se mund ta humbiste për frikë ke anglezët e United Kingdom at that time. Detyrohen ta shesin ke amerikanët. Kështu që prandaj po ju them Amerika, besojeni, ju dhash pak info, besojeni që Amerika kështu është krijuar. So Greenland shpejt apo vonë do jetë pjesë e Amerikës dhe unë shpresoj të jetë sa më shpejt. Gjithashtu Amerika duhet ta fusi patjetër në thez Greenlandin dhe duhet të merret me kanalin e Panamas, të heqi kompanitë kineze që kanë pushtuar të raportet kryesore të Panamas, duhet heqi nga Peruja, kanë marrë portet më rëndësishme të Perus, Kina, duhet heqi edhe nga Brazili. Portet më të rëndësishme të Brazilit janë duart e kinezëve. Kështu që
May God bless America. Amerika kështu është e krijuar dhe shpresoj që kjo të ndodhi sa më shpejt dhe Don Corleone të fitoj. Thank you, mirupafshim gjithë dhe do të takojmë së shpejti me intervista të reja.